Presidenti i Kolumbisë, jam gati të marr armët për të mbrojtur sovranitetin e vendit. Presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro, ka reaguar ashpër ndaj deklaratave dhe kërcënimeve të ish-presidentit amerikan Donald Trump, duke theksuar se është i gatshëm të marrë armët për të mbrojtur sovranitetin e Kolumbisë, nëse vendi i tij përballet me ndërhyrje të paligjshme të jashtme. Reagimi i Petros vjen pas akuzave të artikuluara në rrethe politike amerikane se ai është i lidhur me trafikun e drogës drejt Shteteve të Bashkuara, si dhe pas deklaratave që sugjerojnë përdorimin e forcës ushtarake ndaj qeverive të majta në Amerikën Latine. Nuk përgjigjem pa qenë i sigurt për përkthimin e saktë. Në një deklaratë të gjatë të publikuar në rrjetet sociale, Petro u shpreh se fillimisht do të verifikojë nëse fjalët e Trumpit janë përkthyer saktë nga mediat, përpara se të japë një përgjigje përfundimtare. Ai mohoi kategorikisht çdo akuzë për zgjedhje të paligjshme apo lidhje me narkotrafikun, duke theksuar se legitimiteti i tij buron nga kushtetuta dhe nga vullneti i popullit kolumbian. Përplasje institucionale dhe akuzat ndaj Rubios. Petro reagoi gjithashtu ndaj deklaratave të senatorit amerikan Marco Rubio, të cilin e akuzoi për mosnjohje të rendit kushtetues të Kolumbisë dhe për mbështetjen e informacione të rreme të prodhuara, sipas tij, nga interesa politike dhe mafioze brenda vendit. Presidenti kolumbian konfirmoi se ka urdhëruar largimin e disa kolonelëve të inteligjencës nga policia, të cilët dyshohet se kanë shpërndar informacione të rreme kundër shtetit. Kushtetuta e 19 dhe roli si komandant suprem. Petro rikujtoi se sipas kushtetutës së vitit 1991, ai është komandanti suprem i forcave të armatosura dhe policisë. Ai nënvizoi se kjo kushtetutë u miratua pas procesit të paqes, kur lëvizja në 19, ku ai kishte qenë pjesë, hoqi dorë nga armët dhe u integrua në jetën politike. Sipas tij, ky ishte një pakt historik për ndërtimin e një shteti social të së drejtës dhe për garantimin e të drejtave themelore të qytetarëve. Lufta kundër narkotrafikut. Presidenti kolumbian deklaroi se gjatë mandatit të tij janë realizuar sekuestrimet më të mëdha të kokainës në historinë e vendit dhe është ndalur rritja e kultivimit të gjetheve të kokës. Ai theksoi se po zbatohet një plan i gjerë i zëvendësimit vullnetar të kulturave për rreth 30.000 hektar, të cilin e konsideron prioritet strategjik të qeverisë së tij. Petro shtoi se operacionet ushtarake janë kryer duke respektuar rëptësisht të drejtë humanitare ndërkombëtare, duke paralajmëruar se bombardimet pa inteligjencë të saktë rrezikojnë jetën e civilëve dhe të miturve. Paralajmërim për sovranitetin kombëtar. Në deklaratën e tij më të fortë politike, Petro paralajmëroi se çdo oficer apo komandant i forcave publike që do të vendoste interesat apo simbolet e një shteti të huaj mbi ato të Kolumbisë, do të largohej menjëherë nga detyra. U betova të mos prek më armë pas paktit të paqes të vitit 1989, por për atë tim do të isha i gatshëm ta bëja sërish, deklaroi ai, duke cilësuar veten si një komandant popullor dhe duke bërë thirrje për mbrojtjen e sovranitetit kombëtar. Reagimi i Meksikës. Ndërkohë, presidentja e Meksikës, Claudia Sheinbaum, mbajti një qendrim më të moderuar. Ajo deklaroi se nuk e konsideron reale mundësinë e një ndërhyrje ushtarake amerikane në Meksik dhe riafirmoi kundërshtimin e saj ndaj arrestimit të presidentit venezuelian Nicolás Maduro. Sheinbaum theksoi se Meksika mbetet e hapur për bashkëpunim me SBA në luftën kundër trafikut të drogës, por nënvizoi se ky bashkëpunim nuk mund të nënkuptojë nënshtrim apo cenim të sovranitetit kombëtar.